Mirë mbrëma, shikus të nderuar, mirë mbrëma. Po vazhdoj me emisionin tash më të ri këtu të titulluar Fluturoj Ministri. Sonte në këtë emision do të debatojmë shumë. Sa na pëlqen ministri? Sa na pëlqen puna ministrit? A na pëlqen ministri neve, apo i pëlqem neve ministrit? Apo knoqet ministri vetë u knoq? Për të diskutuar për çështjen e ministrit, sa apo knoqet ministri, apo na po knoqem me ministrin, ftojmë në skenë pa humbur kohë ministrin e knatësisë të Republikës së Kosovës. Ftojmë në skenë. Minister? A mujte? Si zakonisht i knaqshëm. Nga goja Po ti të kënaqsh më një këtë. Që çfarë goja ka knaqshme. Pra ato, na jemi dëshmitar se Kosova është vendi më i varfër në Evropë, po mënojnë nga punësimi. Por bota na ka lakmi. Për shka na ka lakmi? Na ka lakmi sepse e kem shumë rrafshnolta. Kemi një ministri po doket shumë simpatik. Kemi si përfaqe të rrafshta. Kemi gjithë shka rrafsh në këtë Kosovë, edhe bjeshti kemi të rrafshta. Ftojmë pa humbur kohë ministrin e rrafshit të Republikës së Kosovës. Këtë rrafsh e Kosovën të këta. Hajde minister. Ka thënë minister. Mirë shumë, fort rafshtë pas kësë të mos të e vene. Po dhe që të kjetë urdu, po do këtë e bona rafshti. Edhe shkollë t'i kem rafsh, a pishe? Minister i rafshit. Mirë se erdhe si po njësht në emisionin tonë. 2-3 fjallë. Mirë si ju gjeta, po si t'nje me këtu, ka emisioni ju e shumë i rafshtë, dhe ti shumë rafsh ka këtë gjithë. Po ta qetë në do këtë, se s'jam bashkë rafsh, po ta qetë. Zotri minister i knatësisë. A mund të nga të regoni pak në pikat shkurta, qka buan puna juve, qka me qka merni? Me knatësit ka zhova. Me knatësi, pa mund të nga Ja, po spjegoni pak. që na krym punë që ti knaqëm këtë popull, dhe me thonë, shka ka të bëj për me knaqë popull, na krym qatë punë. Na kena shtruhe në rrugë që atje një lagjet Prishtinës, e qash fërt jenë knaqë, apë dhe sa që arë një plak, i ma hollës atë më thati shka vesh, apë dhe në fërt jenë knaqë atë. Qashtë? Po qysh qashtu, pse? Qashtu është, unë e qitë pune, kam vish me a bo rafsh diku, qashtu është. Zotri minister i rafshit, qka punoni? Kur gjuhiq? Jo, po menon me shka merni ju, qka do të punoni, qka do të nasjellit të reja. Kështu është që ministria jonë në rafshit mirët kërësisht me rafshime. Dhe thëtë, në Kosovë dhe të bëjmë këtë rafsh. Po mirë, a është dosht me orë Ivica Daqish në Kosovë, po apo jo? Po më dosh më opse nësë më orë, kena lu me to, hopa, topa. Atë shiku së ndërruar shumë? Ti thëmë dhe dy fjallën. Jam edhe të rikë të për më knaqin a orë. Neve nuk në pëngon orë ati në Kosovë, sepse ashtu këtu. A i ka folë neve veç rafshja, pa shumë po jo, rafsh. Mirë, do shkojmë pak me marketing dhe këthejmi pas pak në emisionin tonë. Jo, do shkojmë marketing, rreni këtu. Rafshor këruma e këthejmi prapë në musafir tonë. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Se kështë të kënoqë. Këthejmi pas marketingut me musafir tonë të nderuar. Themi mas marketingut në emisionin tonë Fluturoj ministri. Teftuar kemi ministrin e knatësisë dhe ministrin e rafshit. Këj tepsin, rafsh. Qfar mosash do të ndërmeni për mu... Mosat kuqe. Ja, po menoj. Qfar mosash do të përdorni ju që në Kosovë të ketë vend punësim për të gjithë? A, po. Si është një ju? Na kështu, dhe me thonë si personalistës, i pikës pari ministria jonë ka përshedhim këtë popël të bënd knaqën. Se ju e dini edhe ata që jenë duke pënua nuk jenë të knaqër. Dhe me thonë, mas pari këta që jenë të pënu, kina mi bot knaqën, që kur t'i shojnë këta që jenë të pënu, mi po këta që jenë të knaqën, këta që jenë të pënu edhe këta knaqën. Mas, këta që jenë të pënu, kina mi shdi në punë, edhe në kom kërë knaqën. Një statistikë. 100 prej 2010 edhe 2014. Pesheni ministrin, pesheni edhe vetë. Ja, 125.000.
2013, 2014, janë 125.000 njerëz pa knoqën. O zotni, Kurse? Kurse? 124.000 janë në gjendje shumë të rëndë pa knoqën. zotri minister, Edhe ministria jonë, krejt ta për një periudhë kohore të shkurt kena mi po të knoqën, krejt barë me kolegën, edhe kena mi po rafsh, edhe kena mi po krejt knoqën. Zotri minister, për derisa i kem këtë skenën politike, këta politikajt në funksion, probleme ke me këthy busqeshin, apo Po knaqësit edhe, këta nuk këtë knoqën politikajt tunë. Ja, këta janë rafsh janë. Rafsh janë këtë. Ju si ministri e rafshit, e qujmë të rafshit, qysh do të veproni për me kriju vendet reja pune? Neve do të bëjmë rafsh Kosovën, këtë rafsh. Qysh po menon rafsh? Qysh kështu, fillimisht strategjia jonë ministerial, strategjia saj është që popullin shqiptar do t'i migroj, jo do t'i migroj, po do t'i qojnë përkohësisht deri në Hungari, komplet, krejt, dhe Kosovën do ta bëjmë rafsh me kumlla. Roshe kumlla po menon? Jebre rafsh me kumlla, din kështu është. Sa është një thonje ma herët. Rafsh me kumlla dhe do ta mbjellëm mjedra. Për një me aki Pa, dhe mbrana 3 vjete, duke i shit mjedra, duke i transportuar në Evropë, Kosova do të bëhet vendi më i pasur në Evropë, kështu. Për një me aki ja? Jo bre, për çfarë më për rafsh, po ta bëj për Mirë atëherë, a dalëm pak të korrupsioni. Tregomni, a ka korrupsion në Kosovë? sa du. Mos falash të ministri. Me rafsh t'ja bëj. Sipas disa statistika, Kosova renditet në rendin e tretë sipas nga korrupsioni. Në bota? Në botë. Ja. Spajtoj kur gjë. Kosova për ka korrupsion është e para, numër 1. Po mirë, a mundet mu... Ani noshtë, Orda minister? ani noshtë dhe ashtë të knoqë na kanë. Po, qysh bre knoq, a mundet mu hek korrupsionin në Kosovë? Jo me pëse mu jek na knoqë, u knaqëm me to për shpaktë. Më në knoqin a boni rafsh me tokë? Shka për ju për mëre, për reja la ile të njëro. Po qysh rafsh me tokë, ti drejt që tash kje të thonë jam për korrupsion. Po dhe jam. Qysh po dhe tash po thu me luftu Po korrupsionin. dhe, po me luftu normal, që me të luftu. Qysh po don me luftu, hera ne, her kënej. Po dhe hera ne kënej, po qitë punë e kam dhove me ta po rafsh. Hera ne kënej, rafsh kënej. Zoti minister, ju, a do ta luftoni korrupsionin? Me knacin më të modhe. Qysh me knacin ma të moti, por s'ma herë tho, po m'pelqen. Po dhe na knoqë, Qysh na knoqje tash po thu, do me luftu korrupsionin me knacin më të modhe. po dhe do ta liftoj me knacin më të modhe. O, më tranove. Ja më nuk tranova për të knoqa. Shit, knoqa. Shikus të ndëruar, peshin edhe vetë, ishte knaci Ja, knaci është e jamja. që gjithë thonte në këtë rafsh. Ja, ka dal, për rafsh jam une. Unë ta bëj rafsh. Peshin edhe vetë që janë të mlo as mu knoq. Natën e mirë. Vazhdoni. Rafshor, kruma shpinën. Hajt. Më knoqë. Kruma e në mirë? Sa kumur jam? Jo, tjetu kruja. Hajt se.